por ndërsa Muhamedi u afroi të 40-tave, sjellja e tij filloi dal ngadalë të ndryshoi. Ai shpesh largohej nga Meka, nganjëherë për ditë të tëra, për të medituar në vetmi në malet jashtë qytetit. Ca dietar kanë qenë të mendimit se Muhamedi po reflektonte mbi ato çka ai shihte si problem që e mundonin shoqërinë mekase dhe po kërkonte rrugët për zgjidhjen e tyre. Që pikrisht në një prej qëndrimeve në vetmi në malin Hira, që Muhamedi u thirr në misionin e tij profetik. Një ngjarje e njohur në Islam si Nata e Fuqisë apo Nata e Kadrit. Thirrjet erdhen si një urdhër nga Zoti, përcjell përmes engjëllit Xhebrail për Muhammedin, për t'i thënë për bashk banorët Mekas mesazhet hyjnore që ishte zgjedhur t'i merrte. Nata e Fuqisë shënoi fillimin e një lëvizjeje që do ta transformonte jetën arabe dhe do të çonte në shfaqjen e një feje universale monoteiste.